Shtëpia e radhës, e cila xhirohet në kuadër të reportazhit Ma Pikturo ëndrrën, është në Gjilan. Edhe këtë javë gjilanasit hapën dyert e shtëpive të tyre për Radio Televizionin 21. Kësaj radhe protagoniste e reportazhit për shtëpitë e bukura të Kosovës është shtëpia e Bajram Toskut. Kjo shtëpi, e cila posedon rreth 550 metra katror, është e ngjyrosur me ngjyrë të hirtë dhe të bardhë. Për pronarin e kësaj shtëpie duket se ka mjaft rëndësi edhe kopshti, pasi që edhe kësaj pjese i ka kushtuar kujdes të veçantë. Kjo shtëpi në kuadër të saj ka 5 taraca, të cilat janë ambientet më të frekuentuara të kësaj familje gjatë stinës së verës. Si zakonisht, tani radhën e ka edhe interieri i shtëpisë. Në katin e parë të kësaj shtëpie gjendet dhoma e ditës, në kuadër të së cilës janë edhe tavolina e bukës e kuzhina. Kjo dhomë për qendrim ditor ka rreth 50 metra katror. Mobiljet në këtë shtëpi janë prodhim italian, ndërsa ngjyra atyre është e kaftë e mbyllur. Përballë mobiljeve në një komodinë të thjeshtë është i vendosur televizori. Ndërsa në një kënd të kësaj dhome gjendet edhe oxhaku, i cili padyshim që krijon një atmosferë mjaft të këndshme gjatë stinës së dimrit. Në këtë hapësirë të vije në sy edhe kjo llampë e veçantë. Të gjitha punimet me stiropor në këtë shtëpi janë të punuara nga vetë pronari. Kuzhina e kësaj shtëpie, e cila është kombinim mes ngjyrave bardhë dhe zi, është prodhim vendor. Ndërsa dizajni dhe ngjyrat e saj korrespondojnë shumë mirë me stilin e dhomës së ditës dhe tavolinës së bukës. Kjo e fundit është e vendosur në një hapësirë ku ka ndriçim të mjaftueshëm, si dhe kadalje në tarac.
E në këtë ambient, sikurse në të gjitha ambientet tjera të shtëpisë, mund të shohësh edhe lule të ndryshme. Në katin e parë të kësaj shtëpie është edhe një dhomë thjetjes e cila është e mobiluar me mobilje të prodhuara në Kosovë. Aty dominon ngjyra e kaftë. Para se të zhvendosemi në katin e dytë të kësaj shtëpie, ku janë edhe 3 dhoma tjera të thjetjes, duhet të kalojmë nëpër këto shkallë, të cilat kanë një formë mjaft të bukur. Përgjatë rrugës për në katin e dytë mund të shohësh edhe piktura të ndryshme. Në katin e dytë, siç e tham edhe më herët, gjenden 3 dhoma të thjetjes. Ajo e fëmijëve është e mobiluar me mobilje të ardhura nga Zvicra. Në këtë dhomë mund të shohësh edhe çiftelinë e Tupanin, pasi që njëri nga djemtë e pronarit është adhurues i tyre. Ndërsa dhoma e pronarit është dhoma më e madhe në këtë shtëpi. Ajo është e mobiluar me mobilje të prodhuara në Itali. Shtrati në këtë dhomë është big size. Disa nuanca të ngjyrës së kaftë janë përdorur në këto mobilje. Kjo dhomë ka edhe dalje në tarac. E në këtë shtëpi janë 3 banjo të cilat janë të pajisura me elemente italiane, sikurse ceramikat, ashtu edhe elementet tjera pasuese. Kështu dukej shtëpia e Bajram Taskut nga Gjilani. Ekipi i reportazhit Ma Pikturo Ëndrrën ju falenderon të gjithë juve të cilët çdo javë na propozoni shtëpi të bukura në faqen tonë Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës biz RTV 21.